Unë nuk e kuptoj pse islamofobat nuk kanë reague për këtë pjesë. Sepse boni ndodhi diçka tjetër që me kritikue fejnë islame mendzi nuk prejse. Pra, krahasim, prifta dikur dhe sët. Gjergj Fishta ka thonë, në rast se ata nuk na duan, në një shtet të vetëm, pasi thonë shqiptarët qenë kanë musliman, atëherë na kristianët do t'i shkrijojmë kryqet tona dhe do t'i bëjmë fishek për t'i mbrojtur vëllezërit tonë musliman shqiptar. Por do Gjergji po thot serbët janë vëllezërit tonë, nga feja do të bëjmë gjithçka që ata të ndjehen mirë. Se unë e qita që të post është kjo arsye. Këtë po e postoj si reagim ndaj një krahasimi që e kishte bërë lëvizja për katolikizëm të Kosovë, ku kishin krahasuar Gjergj Fishtën me Hoxhën Shevqet Krasniqi. Islamofoba çka keni me thonë kësaj pjese që e ka thonë këtë është? Po ju nuk keni reague për këtë pjesë, sepse po mduket ju konvenon juve islamofoba dhe lëvizjes së Deçanit. Prandaj ju jeni islamofoba edhe lëvizja e Deçanit që shtini për qami, sepse ka shumë njerëz të mirë që janë katolik. Ato ja u garantoj me jetë këtë sen. Po jeni dal jo, e po mundoni me çdo kusht me shti për qamje mes fejës, po pasha Allahun e mas ku më lon. Çdo herë ku më ju demantue, sepse jeni çikaq. E din do më thonë çikaq, kur mundoni jo me shtim për qamje shqiptarin. Islamofobat një herë bre zoti ju vro.